Është konfirmuar zyrtarisht, Duda Balje do të jetë ministrja më e re në kabinetin e qeverisë Kurti 3. Lajmi është shpërndar fillimisht nga gazeta Plisi dhe është pritur me vëmendje të madhe nga opinioni publik dhe qarqet politike në Kosovë. Emërimi i saj përfaqëson jo vetëm një rritje të përfaqësimit të komuniteteve jo shumicë, por edhe një përforcim të rolit të grave në politikën qendrore të vendit. Duda Balje, e njohur si një ndër zërat më të fuqishëm të komunitetit bosnjak në Kosovë, është kryetare e partisë Unioni Social Demokrat dhe ka qenë deputete aktive në Kuvendin e Kosovës për disa mandate, duke fituar mandatin e radhës në zgjedhjet e nënshkurtit. Për vite me radhë ajo është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve pakicë, promovimin e barazisë gjinore dhe çështjeve të drejtësisë sociale. Emërimi i saj në qeveri vjen pas një periudhe ku Balje ka shfaqur qëndrime të qarta dhe shpeshherë kritike ndaj ekzekutivit, duke kërkuar më shumë përkushtim ndaj kërkesave të komunitetit bosnjak. Ajo ka insistuar në themelimin e komunës bosnjake në Kosovë, përfaqësim të drejtë në institucione shtetërore dhe respektim të gjuhës dhe identitetit kulturor të bosnjakëve. Megjithëse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht se cilën ministri do të drejtojë Duda Balje, burimet e brendshme flasin për mundësinë që ajo të marrë një dikaster që lidhet me të drejtat e komuniteteve, barazinë gjinore ose administrimin lokal, fusha ku ajo ka treguar më parë për kushtim të jashtëzakonshëm. Ky zhvillim shihet si një hap pozitiv për përfshirjen e komuniteteve jo shumicë në jetën institucionale të Kosovës, por gjithashtu edhe si një fitore për gratë që luftojnë për një vend të merituar në politikën e Kosovës. Qeveria Kurti 3 pritet ta zyrtarizojë strukturën e re të kabinetit gjatë ditëve në vijim pas konstituimit të kuvendit. Deputetja e sapo zgjedhur, Duda Balje, ka shpërndar një reagim të disa aktivistëve dhe intelektualëve bosnjak nga Gora, të cilët e akuzojnë kryetaren e NSD-s, Emilia Rexhepi, për mohimin e vazhdueshëm të bosnjakëve. Ditë më parë ishte raportuar se Kurti ka arritur me Dudë Baljan, të cilët thuhet se i ka premtuar postin e ministres. E ndaj kësaj kishte reaguar Rexhepi duke kërcënuar me votë Kurtin, por pas konsultimeve me Kurtin, Rexhepi deklaroi për mediat se do t'i jap Kurtit votën. Unë e votoj qeverinë Kurti 3, pati thënë shkurt e Rexhepi. Përveç kësaj, Balje kishte kërkuar një komunë bosnjake, sipas saj kërkesa nuk do të realizohej menjëherë, por që do të zgjaste disa vite. Për ju që nuk kuptoni asgjë fare, marrja e komunës është një proces që mund të zgjasë disa vite, që do të thotë se asgjë nuk do të ndodhë menjëherë. Edhe tani, përveç fillimit të procedurës, kështu që nuk ka nevojë për kaq frikë dhe urrëtie. E në reagimin e shpërndar nga Balje, theksohet se mohimi i fundit ka ndodhur gjatë një interviste në emisionin Poglavlje në RTK2, ku Rexhepi, duke referuar Baljes, ka deklaruar se dikush që nuk është bosnjak, po e përdor çështjen e komunave për qëllime politike. Aktivistët dhe intelektualët bosnjak nga Gora dënojnë ashpër mohimin e vazhdueshëm të bosnjakëve nga Gora, që vjen nga kryetaria në NSD-s, Emilia Rexhepi. Për ne, bosnjakët nga Gora, është e papranueshme të mohohet çfarëdo individi me origjinë nga kjo trevë. Veçanërisht jemi të shqetësuar që ky qëndrim vjen nga një ish zëvendës kryeministre e qeverisë së Kosovës, e ngarkuar me çështje të komuniteteve jo shumicë, thuhet në reagim. Sipas tyre, gjatë mandatit të saj 4 vjeçare, Rexhepi ka shfaqur qëndrime të përsëritura përjashtuese ndaj bosnjakëve të Gorës. Deklarata e fundit publike ku ajo mohoi përkatësinë bosnjake të Baljes është një vazhdimsi e një qëndrimi të rrezikshëm. Është e papranueshme që një përfaqësuese politike dhe përçmoi identitetin kombëtar të pjesëtarëve të komunitetit të vet për arsye politike apo personale. Ata rikujtojnë gjithashtu se në prapë të zgjedhjeve të fundit, Rexhepi vizitoi Gorën më shumë se kushdo nga bosnjakët, duke kërkuar vota dhe përfshiu në listën e NSD-s disa kandidat nga kjo zyrë. A do të thotë kjo se ajo i njeh bosnjakët e Gorës vetëm kur ata mbështesin partinë e saj? Pyesin aktivistët në reagim, duke shtuar se Republika e Kosovës është një shtet demokratik në të cilin çdo individ duhet të respektojë përkatësinë dhe ndjenjat kombëtare të çdo qytetari. Ata paralajmërojnë se deklarata të tilla mund të kenë pasohe ligjore për Rexhepin. Bosnjakët janë kategori kushtetuese dhe kështu do të mbeten gjithmonë. Pas gjithçkaje që kemi përjetuar, nuk do të lejojmë askënd të na mohojë, e aq më pak ata që gjatë viteve 90 ishin në anën e politikanëve që kontribuan në vuajtjet e bosnjakëve dhe shqiptarëve. Në fund të reagimit, ata bëjnë thirrje për unitet. Emilia Rexhepi është personi i fundit që mund të flasë për
prej ardhjen e dikujt e veçanërisht për atë të bosnjakëve. Bosnjakët e Gorës nuk mohohen, ata respektohen. Ftojmë të gjithë bosnjakët e Kosovës dhe të rajonit të na bashkohen në dënimin e këtyre deklaratave përçarëse që synojnë të coptojnë trupin kombëtar bosnjak. Një gjë është e sigurt, bosnjakët e Gorës janë krenarë për identitetin e tyre dhe të pathyeshëm. Pak para fillimit të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja e zgjedhur Duda Balje ka reaguar me një mesazh të fuqishëm në rrjetet sociale. Në një postim në Facebook, Balje ka theksuar integritetin dhe përkushtimin e saj ndaj komunitetit që përfaqëson, duke deklaruar: "Ka nga ne që nuk e shesim besimin për një karrige." Reagimi i saj vjen në një kohë kur partitë politike janë në negociata të ndjeshme për formimin e qeverisë së re, ku edhe votat e komuniteteve jo shumicë, si ajo bosnjake, luajnë një rol kyç. Duda Balje është një nga figurat më të zëshme të komunitetit të bosnjak në Kosovë dhe ka qenë vazhdimisht aktive në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe të drejtat e këtij komuniteti. Një nga kërkesat kryesore që Balje ka artikuluar publikisht është krijimi një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, një kërkesë që ajo e ka vendosur si kusht për përfshirjen në cilin do koalicion qeverisës, përfshirë atë të Albin Kurtit apo të partive opozitare. Sipas saj, kjo nuk është një kërkesë e re, por një aspiratë e kahershme e komunitetit bosnjak, që daton mbi 20 vjet më parë. Balje ka theksuar se krijimi një komune të tillë do të ishte një hap i rëndësishëm drejt përfaqësimit të drejtë dhe fuqizimit të komunitetit që ajo përfaqëson. Sipas saj, komuniteti bosnjak ka qenë historikisht i marginalizuar dhe shpesh i harruar në ndarjen e pushtetit dhe të resurseve publike. Kjo kërkesë megjithatë ka nxitur debat të gjerë në skenën politike të Kosovës, sidomos në kontekstin e ndjeshëm të krijimit të komunave etnike dhe çështjeve të ndarjes territoriale. Pavarësisht sfidave, Duda Balje ka treguar një qëndrim të palëkundur, duke deklaruar se nuk do të bëjë kompromis në këtë drejtim, edhe nëse kjo nuk kuptojnë qëndrimin jashtë pushtetit. Reagimi i saj shërben si mesazh i qartë për partitë politike që kërkojnë aleancë me të, duke vënë pas se çdo bashkëpunim duhet të bazohet në respektimin e kërkesave dhe të drejtave të komuniteteve jo shumicë, e jo vetëm llogari politike. Me këtë qëndrim, Balje duket se po përpiqet të vendosë një standard të ri të përfaqësimit politik, ato të ndershmërisë, integritetit dhe përkushtimit ndaj votuesve.